€500.000 dasma, Josefina Topalli marton djalin në një ceremoni luksi në Romë. Të trashëgohet, o birë, të trashëgohet. Po, sikur ta kishe bërë këtu në Kalan e Rozafës në Shkodër, në Shqipëri, mirë do ishte, me që është edhe Shkodra tende. Populli është i varfër. Demokratët janë 12 vjetë rrugëve. Demokratët e shkrejtë, ja, ndejnë fasule, të ranë, petka, gjera këshu kupton që të kalojnë dimrin, dhe sikur nuk shkon, do me thënë, të prishesh kaq lek për të bësh një dasmë luksi. Jo, një dasmë luksi në Shkodër, Kala e Shkodrës, vata e pash Kalën e Shkodrës. E mrekullueshme. Ta bënden Kalën e Shkodrës, te ti argjon të aty €500.000. Nese, po Kala e Shkodrës që e super, dikte një super dasmë, për Zotin e madh. E duk se Shkodra që ande, gjithsesi. Këto e din, këta e din, po është e tepër beja, sikur ja fasulet e mia, mbrapa kurizit jam. Po fajn. Është e tepër për momentin. Duke patur, do me thënë, gjithë këto ngjarje, si thash Rama mandatin e 4, populli i varfër, vërtet mund të kesh bizneset tënde dhe më the thash, po nuk duhet, sepse kush nuk do t'ja bi dasmën djalit kështu. S'dua unë t'ja bi djalit dasmën, po unë po i bëra djalit dasmën, ja, do marr një tenxhere të madhe me fasule, edhe fasule do bëj unë, s'kam qa bi titër, ta kam fjallën dhe. S'dua unë t'a shpi djalin këtu, që kam 30 djalë t'a shpi në Rome, ose më the thash. Do thuash ti, nuk është puna aty, bre, po, nga që është një kontrast shumë i madh. Tash ju, si ish pushtetar, bëni argjime 500 milion lekë në përdasma për e vlatin tuaj, se e ke e vlat. Po ne të shkrejtët, e vlati kemi, o birë, ja fasulet, ja, brapa, ja.